Çfarë janë fondet e hapura të investimit? Fondi i hapur investues është një mënyrë e shkëlqyer për të investuar. Përmes tij, një numër i madh investitorësh individual bashkojnë kapitalin e tyre dhe bashkarisht e investojnë në një portofol të caktuar. Të sqarojmë. Arbeni ka vendosur të fillojë të investojë. Ai dëshiron të investojë në disa kompani të huaja, si për shembull Daimler-Benz, Apple, Nestle dhe shumë të tjera. Por, Arbeni ka vetëm 3.000 lekë për të nisur investimet. Kjo nënkupton që Arbeni nuk mund të blejë asnjë aksion. Mungesa e parave kufizon mundësinë e tij dhe ai nuk mund të investojë vetëm, ashtu siç kishte planifikuar. Por ai mund të investojë në fondin e hapur investues për të zgjidhur problemin e tij. Fondi i hapur i mundëson Arbenit të bashkojë kapitalin me investitorë të tjerë që duan të investojnë në një portofol të përbërë prej shumë aksioneve. Duke bler aksione në fond, Arbeni do të marrë gjithçka që ai dëshiron. Fondi i hapur, investitorëve u jep mundësinë të shpërndajnë paratë e tyre për investime në një mënyrë që nuk do të mund ta bënin vetë. Ekzistojnë shumë lloje fondesh të hapura, kategorizuar sipas llojit të letrave me vlerë, në të cilat investojnë mes të cilave fonde aksionale, fonde që investojnë kryesisht në obligacione të lëshuara nga shtetet ose kompanitë, madje edhe fondet që investojnë kryesisht në depozitat e bankave. Të gjitha fondet mbikëqyren nga organi rregullator shtetëror. Dëshiron të mësosh më shumë? Telefono në 02 3100 535 plus 355 4222 4525 dhe caktoj një takim me këshilltarët tanë të investimeve. Ata falas se do t'i përgjigjen çdo pyetje që ka të bëjë me finansat personale dhe idetë për investime.